Zoti Tahiri, para se t'jap fjalën panelit, çfarë thon matjet, cili është synimi i aleancës, cili është komunikimi nëpërmjet sloganit të kësaj fushate që ta qartësojmë se kjo ka shumë rëndësi, sidomos në këtë moment. Po e nisim me pyetjen e fundit, edhe po e them se kem diskutuar shumë si po i qasemi slogani. Slogani është një porosi që e dërgon një subjekt politik, dhe unë e kum pas qef shumë me pas veç drejt. Për shkak se na jem drejt, po nuk pata sukses, për shkak se e mujti argumenti, debatin, brenda partisë, që janë 3 çështje bukur thelbësore sot për Kosovën, të cilat partitë politike parlamentare dhe qeveria arshme duhet me dhonë përgjigje. E këtyre përgjigje mas mirë të mund një jap aleanca për anëmin e Kosovës përgjigje. Në moment kur i mshel sytë dhe mendon për Kosovën, mendon kush don me të përfaqësuar kuvend, me shty përpara forcimin e sigurisë të vendit, veç një emër e kije. Është Ramush Haradinaj dhe aleanca për anëmin e Kosovës që në secilën etapë, edhe në kohën kur është dashur me u vetë sakrifiku për me ju respektu rendin dhe ligjin, në 2 momente në Hagë. Edhe në kohën kur është dashur me marrë vendime bukurtrona që ndërlidhen me themelimin e ushtrisë të Kosovës, po edhe në kohën kur është dashur me i met krah Kosovës të kohën në opozit në atë kohë proces të dialogut. Që aty ka qenë Kosova, që aty ka qenë aleanca, që aty ka qenë Ramushi, ka dhonë siguri. Pra sot ne kemi ushtarin tonë Gaza. Dini çfarë presioni politik kemi pas ne si aleancë dhe kryeministri Haradinaj për me shty vendimin për themelimin e ushtrisë të Kosovës. Pra sot valviti flamuri i Kosovës e stema në njën e ushtarit FSK-s, në 89 UÇK-s në Gaza, bashkë me ushtarin Amerikan, fol ati vendimi. Pra aspekti i sigurisë nuk po hin detaje se në elemente konfidenciale të kontraktimit, të armatimit dhe njëkohësisht mbështetjes që kemi dhënë për AKI dhe policin. Mirë po e them që në këtë temë kur të mendon kush i jep siguri Kosovës, aleanca në parlament, a jep më shumë siguri në Kosovë? Absolutisht nuk ka edhe nga kundërshtar politik dilema. Çështja e dytë lidhet me energji.